as nuk o morë pjesë në vrasje. Unë gjatë këtyre viteve prej ngjarjes jam akuzuar për një krim shumë të rëndë, të cilën nuk e kom kryer. Unë nuk kom organizu kur farë vrasje, as nuk kom morë pjesë në vrasje, madje as nuk e kom parë vrasjen. As unë as fëmija. Sepse në momentin e vrasjes unë dhe fëmijët e mi kemi qenë duke ikur. Unë dhe fëmijët kemi vrapuar nga makina. Në këtë proces gjyqësor pa të drejtë shumë herë, disa herë është përmendur edhe zoti Begjet Pacolli, i cili fare nuk ka lidhje me këtë rast, dhe pa drejtësisht ju është përmendur emri dhe kisha të nevojshme të sqaroj se ndjej keqardhje sa herë që është përmendur emri i tij. I nderuar trup gjykues, ju betohem, ju kom thonë edhe më herët, ju betohem që Naimur Seli nuk ka qenë fare në vetur momentin e vrasjes. Ju betohem, Naimur Seli nuk ka paguar për vrasjen. Kjo është e vërteta. Unë pa të drejtë jam akuzuar dhe jam targetuar shumë çka nga mediat, nga kjo sallë, por e vërteta është krejtësisht ndryshe. Kaq kisha i nderuar trup gjykues, ju do të vendosni fatin tim, fatin e fëmijëve të mi, ju vlerësoni provat, vlerësoni deklaratat, vlerësoni gjendjen faktike dhe reale. Dhe nga ju pres vetëm një dënim të drejtë, pres nga ju që vërtet të ketë drejtësi për Liridonën, sepse mbi gjitha kjo është për çfarë jemi këtu, dhe unë nuk jam kundër asaj. Liridona meriton drejtësi të plotë, por ju lutem të keni parasysh dhe që integriteti dhe profesionalizmi juaj të jetë në nivelin më të lartë. Kjo është çfarë pres nga ju, i nderuar trup gjykues, ju falenderoj. Në rregull, Olo. I akuzuari Garnitlova, e mbështetni fjalën përfundimtare të mbrojtësit tuaj? Po. A keni diçka tjetër për të shtuar? Jo. Nuk keni asgjë për të shtuar. Mund të uleni. Ftoti akuzuari Kushtrim Kokalla. I akuzuari Kushtrim Kokalla deklaron se e mbështet fjalën përfundimtare të mbrojtësit të tij dhe nuk ka asgjë tjetër për të shtuar.